Do të flasim tani për ndeshjen që kombëtarja shqiptare luan sot në mbrëmje ndaj Andorrës për kualifikueset e botrorit, sfidë që do të vi drejt për drejt në ekranin e televizionit Klan. Ne do të lidhemi në këto momente në një komunikim të drejt për drejt me Alban Xhianin për të na dhënë të rejat më të fundit. Alban, të përshëndes. Së pari, a ka prani të tifozëve shqiptar në rrugë atje dhe si pritet ta mbështesin kombëtaren shqiptare sot? Pa fund shqiptar, makina me flamu i kuqezim, më kujtojnë atë atmosferën e kampionatit evropian. Janë goxha në numër, sigurisht jo sa në Gjermani, sepse është një stadium me kapacitet goxha më të vogël, por gjithsesi nga kapaciteti i disponueshëm sot në stadium rreth 2500 vende, mendoj që 2200 do të jenë shqiptar. Mendoj që 2200 do të jenë shqiptar. Shumë pak do të jenë vendasit e Andorrës që le të themi nuk kanë mundur ndoshta të blejnë bileta në kohë, sepse tifozët shqiptarë janë futur në sistemin e federatës në momentin kur kanë hedhur biletat online dhe kanë arritur të përfitojnë dhe të blejnë bileta. Kështu që pritet kemi një stadium kuqezi sot në Andorra. Alban, besoj e gjithë dilema për të gjithër se si do të jetë formacioni sot, si do të luaj Silvinho? Duke njohur Silvinho, nuk mendoj që do të ketë shumë dilema, sepse ai është një fanatik i formacionit, nuk parandryshon shumë për hir vërtetës, pavarësisht se ka disa lojtarë që mund të rrisin balotazhin në disa pozicione, por mendoj do të jetë Strakosha në port, Hysaj, Mita nga krahët e mbrojtjes, Ajeti dhe Xhimshiti duket një ndyshe e pandashme pavarësisht nivelit shumë të lartë që po tregon me Torinon Adrian Ismaili i rikthyer pasi mungoi në ndeshjen kundër Serbisë. Ndërkohë që mes fushës besohet përsëri Treshes, Laçi, Sheu dhe Aslani. Ndërkohë që Broja dhe Manaj është e vështirë që të heqësh nga formacioni, ndërkohë që Arber Hoxha duket favorit ndaj Nedim Bajramit për formacionin e sotëm. Dhe një pyetje të fundit për Klan Kuqezi, çfarë rezervon sot? Atëre, Klan Kuqezi do të fillojë në orën 20:05, do të jetë Marian Peçon, do të ketë një tjetër mik, një ish lojtar të kombëtares, është Fatbar Djera, i cili ka qenë pjesë e dikurshme, disa vite më përpara, pjesë e kombëtares Kuqezi, do të jetë ai në panel sot në fush. Do të kemi prak sfidën me analiza të shumta të këtij takimi dhe sigurisht në përfundim shpresojmë të shkojë rezultati pozitiv për të patur edhe intervistat e trajnerit dhe lojtarëve, ata që do të jenë më të mirë sot, më shumë protagonistë në fushën e lojës. Kështu që e gjitha për të ndjekur, na mbetet rreth 4 orë gjysmë nga starti i Kuqezis, i Klan Kuqezi, dhe rreth 5 orë çerek nga starti i ndeshjes.